Po që shpesh vinë pyetje në produksionin tonë Audionur, gratë kur janë me ciklin mujor, a mund të lexojnë Kur'an? Nëse jo, çfarë ibadeti mund të bëjnë? E tash, janë disa adhurime të cilët kur është njeriu edhe gjunub, edhe gratë në menstruacione, çka nuk lejohen ato adhurime mi bën. Te adhurimet agjerimi, namazi edhe tavafi janë unanim të gjithë dietarët që nuk lejohet gruaja me bën ndonjë ibadet. Kurse adhurimet menstruaciona kam qëllime. Kur është menstruaciona, nuk lejohet me bë tavaf, nuk lejohet me bë namaz, nuk lejohet me bë Ramazan, me bajt Ramazan, me agjeruan. Kjo masi të krijen, nëse i ka mbet tavafi, është ende në haxh aty, kur të krije menstruacionin, e krin tavafin. Agjerimin e kompenzon, apo e ban kaza, kurse namazin nuk e ban kaza. Kështu thot Hazreti Aisha dhe në ka përësit Muhamedi a.s. që Ramazanin ka thonë bane kaza, kurse apo agjerimin bane kaza, namazin jo. Tash, a me lexu Kur'an ajo? Ka dy forma. Një forma me marë Kur'anin në dorë edhe me lexu musafin. Tjetra me lexu përmendsh. Edhe këtu janë da dietarët do. Kanë thonë se, po shumica janë që mendimet, Kur'anin në dorë me marë me lexu nuk ban. E kanë krahasu me atë kur është gjunub. Edhe ai nuk ban me lexu, por të ai i cili është gjunub, këta tjerë dietar, kanë thonë, ajo është kohë e shkurt, pastrohet edhe lexon. Kurse te menstruacionet duhet me prit një javë ditë. Tash një javë ditë, dikush mundet me qenë mësuese, edhe është në shkollë. Që ajo mund dalë një javë ditë milion nxënësit pa mësim? Jo, ajo do të shkoje, do të ligjeroje, apo do të vjen puna me u ndëgju nxënësve Kur'anin, me u ndëgju, apo me u lexuar ndonjë ajet. Apo dikush është ligjeruese, edhe e ka momentin me majt ligjerat, edhe duhet me lexu ajo, me fol dënja ajet, me përmend për ta. Në çka bazohen këto? Kur i ka thonë Aishës radhiyallahu anha, këtë punë kri përveç tavafit jo në haxh, kur ka qenë menstruacione. Edhe guralecët mundet me gjujt nëse është në hajt. Edhe me lexu Kur'an, po me lexu përmendsh, që mos të harrohet edhe mos të ketë pengesa diçka Kur'ani. Kjo është Zikra mundet me bë. Dhikrin mundet me bë, tesbih mundet me bë, mundet me dhon ndonjë këshill me ndonjë ajet diçka, këto këto lejohen përpos ato trija, agjerimin, namazin edhe tavafin.